datës 30, data 30 prill 2026. Dita e fundit e muajit, një ditë ku do flitet shumë për sa i përket ndryshimeve, për sa i përket vendimeve dhe jo vetëm. Muaji mbyllet me një hënë peshore me diellin në dem, Afroditën në binjak, Uranin tani në fillim të binjakëve dhe kjo do të thotë mesazhin që jep, mesazhin e qartë në ato çka ndodh tani e tutje. Ruaj vlerat dhe bazat. Por mendo ndryshe, fol ndryshe, hap mendjen. Mos ke frikë nga ndryshimi. Dhe kjo flitet mjaft dhe kuptimi është i madh. Sepse është një ditë për të vlerësuar për muajin që lan pas, për vlerësimin për muajin që po vjen. Përgatitja e muajit maj, që është mirë të shohim se çfarë kemi mësuar nga muaji i kaluar.